Jo, realisht unë përpiqem të jem vetvetja, ta them mendimin tim pa u ndikuar nga askush. Njëjtën gjë bëra edhe natën e kaluar kur dhash mendimin tim për Bian. Natyrisht që unë nuk paragjykoj askënd se çfarë rrugë dëshiron ai të ndjek. Asnjë profesion unë nuk paragjykoj. Thjesht paragjykoj veprimet e Bias në këtë format. Dhe mendoj që nuk janë të hishme. Nuk është vetëm kjo nata e Prime-it që transmetohet, mirë po copëzat të cilat shkputën dhe transmetohen në për rrjetet sociale, siç është TikTok, Facebook ose edhe Instagram, unë mendoj që janë një pasqyrë shumë e keqe për gjeneratat e reja. Leonora, duke marrë para, po. Vetëm veprimet gjykoj. Duke marrë parasysh në kohën ku po jetojmë, kjo është një realitet i joni. Edhe veprimet, edhe liria e të qenurit vetvetja, si në televizion, po edhe në rrjetet sociale të cilat janë gjithande, të cilat nuk kanë edhe kontrol, edhe pse duhet në fakt një reality show të zbeh edhe vetën, po edhe të ndrydh njerëzit për të qenë vetvetja. Duke marrë parasysh që kjo është për të gjithë ky reality, edhe një pasqyrë, një reflektim i shoqërisë tonë. Me shumë krenari e them që jam konservative, dhe pikrisht për këtë konservatizmin që kam, për mua nuk janë të lakmueshme. Ajo natyrisht që ne e dim se çfarë profesionit ka takon. Dhe mendimi, opinioni yt është joti dhe kjo të respektojmë. Le ta luajnë lojën, ka hyrë aty me vetë dëshirë, natyrisht që ka edhe ajo audiencën e vetë e cila e pëlqen. Unë po them që për shijet e mia, veprimet dhe gjuha të cilën ajo përdor në televizion për mua është e papranueshme. Është mendimi im. Pajtohuni ju gratë, ose mos u pajtoni.